Prokuroria e Fierit ka sekuestruar pasuritë e shtetasve AH, KH dhe MH, si dhe shoqëritë në posedim të tyre, të cilat dyshohet se përdoreshin si mjet për pastrimin e produkteve të veprimtarisë kriminale. Hetimet mbi procedimin penal numër 323 të vitit 2025, regjistruar për veprën penale pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, i nisur mbi bazën e të dhënave të përcjella nga sektori për hetimin e pastrimit të parave dhe aseteve kriminale pranë drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Shtetit, nisën pas dyshimeve se shtetasit nëpërmjet familjarëve dhe shoqërive tregtare në posedim të tyre ishin përfshirë në veprimtarinë e pastrimit të produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale. Nga hetimet u dokumentua fakti se shtetasi AH në datën 24 i 5 2016 është arrestuar, pasi gjykata e apelit Milano në Itali ka lëshuar urdhrin e arrestit për kryerjen e veprave penale, trafikimi lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim, mbajtja e paligjshme e drogës në bashkëpunim parashikuar nga legjislacioni italian. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier në vendimin e datës 26/05/2016 caktoi masën e sigurisë arrest me burg në funksion të ekstradimit të këtij shtetasi të proceduar në Itali në kuadër të një grupi kriminal, i cili para të fituara nga aktiviteti kriminal në fushën e narkotikëve i dërgonte në Shqipëri nëpërmjet linjave të autobusëve për udhëtar. Nga shqyrtimi i vendimit të gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, rezultoi se shtetasi AH ishte shpallur në kërkim nga autoritetet italiane për veprën penale përfitimit të ardhurave që burojnë nga aktivitetet kriminale, drog, parashikuar nga nenet 110 dhe 648 të Kodit Penal italian. Sipas të dhënave paraprake ende në verifikim, hetimet e autoriteteve italiane tregojnë se grupi kriminal i drejtuar nga shtetas shqiptar, pjesë të cilës ishte edhe AH, ka dërguar në Shqipëri miliona euro të fituara në trafik droge në periudha të ndryshme kohore. Në datë 13/06/2024 është kapur në flagrancë shtetasi JZ, i punësuar si shofer në subjektin A-Travel, i cili bënte linjën Fier Sicili, që posedonte vlera monetare të cilat dyshohet se i ka sjellë nga Italia. Po kështu, në të njëjtën datë është kapur shtetasi AL, i punësuar si shofer në shoqërinë A-Travel, teksa sillte nga Italia vlerën 89.390 euro. Shtetasi AL ka deklaruar se punon si shofer autobusi në kompaninë A-Travel që prej 5 vitesh dhe bën linjën Shqipëri-Itali. Vlerën monetare të gjetur deklaron se ja ka dhënë një shtetas italian në stacionin e Katanjas për ta transportuar në Shqipëri kundrejt një pagese të caktuar që është 1% e shumës. Nga verifikimet e deritanishme, rezulton se në pronësi të shtetasve AH, MH dhe KH rezultoi në pronësi krahas pasurive të paluajtshme dhe shoqëri tregtare të organizuara në formën e shoqërive me përgjegjësi të kufizuara. Nga administrimi i kësaj prove rezultoi se shtetasi AH ka dhënë në formë huaje tek shoqëria ASHPK vlera të konsiderueshme që nuk dokumentojnë origjinën e kësaj shume. Mbështetur në këto të dhëna, prokuroria vlerësoi se jemi në kushtet e aplikimit të masave me karakter pasuror për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë dhe kërkoi vendosjen e sekuestros mbi pasuritë e paluajtshme dhe shoqëritë tregtare në zotërim të subjekteve. Prokuroria po vazhdon verifikimin e pasurive të subjekteve të dyshuara dhe lidhjet e tyre me persona të tretë.